أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة،
ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Falenderojmë për këtë recitim emocionues të Kuranit familjar, Hoxhën Migdad Ahmet, i cili është imam në qytetin e Strumicës. Të nderuar të pranishëm, fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Shpreh mirëseardhjen për profesor të ndryshëm të Universitetit të Tetovës, mysafir, imam, hafizler edhe ju të gjithë të pranishëm. Ndjehemi të privilegjuar që jeni përgjigjur ftesës son për të qenë prezent sonte me ne në këtë mbrëmje të organizuar nga Qendra e Hifzit Molla Mahmud Efendi Aslani. Me qenë se na ka nderuar me prezencën e tij edhe muftiu i nderuar i Tetovës, Doktor Hafiz Selver Xhemaili, e ftoj në skenë për një fjalë përshëndetëse. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderimet i qofshin Allahut fuqiplot, i cili na mundsoi që të mbrim edhe këtë Ramazan dhe në këto net të mëdha të jemi bashkarisht për të shprehur lutjet, duat dhe falenderimet tona ndaj Allahut fuqiplot. Salavatet, selamet ja përcjellin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Khatemul Anbiya'i wal Mursalin, pejgamberit të fundit, vullës së pejgamberëve. Të nderuar vëllezër, të respektuara motra, shumë të nderuar kolegë, hoxhallar që jeni këtu prezent, më lejoni që t'ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut xhalleshanuhu qofshin mbi të gjithë ju. Të nderuar të pranishëm, më bëri përshtypje shumë edhe titulli i mbrëmjes së sonte këtij programi, Ramazani ftesë për jetën. Do t'ja kishim shtuar Ramazani ftesë për një jetë të virtytshme dhe të njerëzishme, nga se Ramazani është muaj i Kur'anit fisnik, ndërsa Kur'ani fisnik është një projekt hynor i zbritur nga Allahu xhalleshanuhu që njerëzimi ta ndërtojë jetën, por edhe më gjerë edhe shoqërinë. Andaj ne po përjetojmë ditët e Ramazanit si një shkollë, si një kurs intenziv për të mësuar artin e të jetuarit njerëzishëm. Andaj ne gjatë kësaj shkolle ka nevojë që mësimet, vlerat dhe mirësitë dhe mësimet që na ofron kjo shkollë ka nevojë që t'i bëjmë pjesë të personalitetit ton, që edhe
pas Ramazanit të na shërbej si udhërofim dhe të na shërbej për organizimin e jetës tonë. Sigurisht që për më detaje dhe më bukur dhe më smiri do të na drejtohet i respektuar i mysafiri ynë Vladimir Efendi Kera, që shfrytëzoj rastin ta falenderoj që nuk na mungon në manifestimet edhe programet tona. Gjithashtu shfrytëzoj rastin të falenderoj edhe qendrën e hifzit në krye me Abdulrahman Efendi Aslani dhe më paraqet një kënaqësi e veçantë vetë titulli edhe emri i qendrës së hifzit Molla Mahmud Efendi Aslani, që njëherit është hoxha i ynë, hoxha i të gjithë hoxhallarëve të Tetovës dhe paraqet kënaqësi e veçantë kur marrim pjesë në programe dhe manifestime të tilla që në titull e kemi emrin e hoxhës ton të dashur të nderuar, Allahi e boft magfiret inshallah në botën tjetër. Pa e zgjatur më tepër, pa marrë nga minutat që janë në disponim të ligjëruesit, uroj qaste të këndshme në këtë mbrëmje dhe me duan e lutjen që të përfitojmë nga këto mësime dhe nga këto porosi që do burojnë nga ky program. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderoj miftin e nderuar për këto fjalë të çmora. Allahu e shpërbleft me të mirat e tij pafund. Kalendari historik do të shënonte vitin 624, apo sipas kalendarit islam vitin e 2 hijri, momenti kur do të bëhej obligueshmëria e agjerimit në muajin e Ramazanit. Ramazani është muaj ku zbrazim stomakun dhe mbushim zemrën. Është muaj ku ndalojmë ushqyerjen e trupit në mënyrë që të ushqejmë shpirtin. Allahu fuqiplot përmend devotshmërinë si objektiv të agjerimit, ndërsa i dërguari i tij, Muhamedi alayhis salam, ka thënë, devotshmëria e ka vendin këtu, duke e potencuar 3 herë rishtazi ka zemra e tij. Andaj, Ramazani na vjen për të na orientuar kahjen tonë drejt zemrës edhe shpirtit. Duhet të kthehemi plot 14 vite pas në kohë, në vitin 610, ose thënë më sakt, në Ramazanin e vitin 610, momentin kur të ndodhte mrekullia. Mrekullia e zbritjes së mesazhit hynor që do të ndriçonte jo vetëm gadishullin arabik, por mbar botën. Andaj, Ramazani përpara se të ishte ose të jetë muaji i agjerimit, ai ishte edhe është muaji i Kur'anit. E me qenë se jemi te Kur'ani famulart, një emër që shquhet botërisht, që dha kontribut të balodhshëm në këtë drejtim dhe që është figurë specifike për Tetovën tonë, pikërisht muhafizin nderuar Molla Mahmud Efendi Aslani, trashëgimtarët e të cilit vazhdojnë të bartin këtë amanet me përpikmëri dhe çdo kush që shpreh interesim që të bëhet pjesë e kësaj mrekullie të bartjes së fjalës së Allahut fuqiplot, dyert e qendrës së hifzit Molla Mahmud Efendi Aslani janë të hapura për të gjithë ju. E unë për jush do të kisha kërkuar që ju të bëni një dua në heshtje për shpirtin e tij. Përpara se të ftojmë mysafirin e sotshëm për të trajtuar temën Ramazani ftesë për jetë, le të njihemi pak me biografinë e tij. Shkollimin e mesëm e ka kryer në Medresen e Tiranës. Ka përfunduar në Universitetin e Azharit në degën Usulidin, bazat e fesë, dhe specifikisht për ftesë dhe kulturë islame. Ka përfunduar Universitetin e dytë në Tiranë për shkenca sociale, specifikisht në studimet psikosociale. Është hatib dhe imam në xhamin e Vorrës, njëkohësisht është aktivist pranë qendrës për hulumtime Mimber. Duke marrë mundimin nga Tirana, pa humbur kohë ftoj mysafirin e mbrëmjes së sotme, i cili me arritjet e tij të shpeshta, Tetovën mund ta konsideroj si shtëpinë e tij të dytë, teologun e mirënjohur Vladimir Kera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulina karim. Shumë të nderuar motra dhe vëllezër të besimit dhe të vatanit, shumë të nderuar miq, dashamir, kolegë hoxhallar, shumë i nderuar
myfti i myftinisë të Tovës, Doktor Selver Gjemaili, me privilegj të madh lëshoj rahmet për hoxhën e madh dhe hafizin e të Tovës, Molla Mahmud Efendiun, dhe gjithashtu respekt sot ndjej për të nderuarin muallim Abdurrahman Aslanin, i cili më fali kënaqësinë ta takoj, edhe pse hoxhën babain e tij s'e kam takuar, por ndjeva një lloj kënaqësie që e takova dhe shpreh respekt të jashtëzakonshëm për të dhe kam privilegjin që lëshoj rahmet për babain e tij. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, për koincidencë sot është dhe 8 marsi i nënave, për cilin lu Zotin e gjithësisë që fjala e parë e përshëndetjes tonë si besimtar, që është selamu aleikum, i është thënë një prej zonjave të njerëzimit dhe nënave të besimtarve, Hatizes radiallahu anha, kur profeti alayhis salam i tha inna Allahe yukri'uki selam, tha o Hatizje, tha Zoti të dërgon ty selam, ajo zonjë tha Allahumma anta selam wa minka selam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Prandaj paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi gjithë ju. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, kur them agjerimi i ftesë për jetë, kam qëllim të sjell një sër pikpamjesh që mendoj që janë të rëndësishme për diskursin ton fetar. Në kohën që erdhi Kurani famlar dhe u shpall profetit ton sallallahu alaihi wasallam me dëshmi të Kuranit, është sa i ka zbritur në muajin e Ramazanit. Dhe profetin ton e ka gjetur në shpellën Hira, kështu janë dokumentat të sigurta ton fetar. Ajo çka është e transmetuar po me kaq siguri, pas zbritjes së ajeteve të para të Kuranit, profeti jon kurrë nuk shkeli më në shpellën Hira. E vetmja pyetje kur e kam studiuar këtë fakt, kam thënë pse ai njeri nuk shkoi më atje. Pse ai nuk shkeli më në atë shpellë ku i kishin zbritur ajetet e para? Pse ai profet, me gjithat madhështitë të asaj nate që kishte takuar fjalën e Zotit, nuk e mori më mundimin të gjitet në shpellën Hira, në të gjitha burimet kështu ekziston. Sepse e gjithë feja jonë vëllezër kishte ardhur për jetë. Kishte ardhur për të gjallëruar jetën e njeriut. E tillë do të ishte ky mesazh, edhe kur ai shkoi në shtëpinë e tij dhe u mbulua, Zoti i tha o ti mbuluar, zgjohu, sepse sërish feja ka ardhur për jetë, për të qenë gjallë. Nuk është e habitshme edhe koncepti i shokëve të profetit, të cilët, si transmeton Imam Buhariu, e pan të dërguarin e Zotit, thot, një person që po este në rrugë me nxitim për në punën e tij. I thanë, ja Rasul Allahi, lau kana hadha fi sabilillah. As sikur thot ishte ky nxitim than rrugë të Zotit. Korrigjoi profeti i Zotit një koncept të rëndësishëm. Tha nëse ec ky njeri për fëmijët e tij, është në rrugë të Zotit. Nëse ec ky njeri tha për babën ose nënën e tij, ky tha është në rrugë të Zotit. Nëse hec tha për nderin e tij, ky është prap në rrugë të Zotit. Nëse hec për menjëmasi, tha është ky rrugë shejtanit dhe Zoti na ruaj. Po kështu vëllezër të shtrejtë, më bën përshtypje kur flas për agjërimin, një ndër ajetet e Kuranit famlart që për mendimin tim fton për ta kuptuar mirë jetën. Thot Allahu xhaleshanu në surën Bekare, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Kush për jush është i sëmur ose udhëtar, le t'i zëvendësojë ato ditë më vonë. A nuk është për të ndaluar vëllezër në një gjë me peshë? Është e logjikshme kur jemi smur që Zoti të sjell lehtësim. Por ajo që më bën habi është pse ke rruga Zoti prap na sjell lehtësim. Pse nuk thot leni rrugën, po fton të lejmë agjërimin? Por smundjen është shumë e logjikshme. Jemi smur, Zoti e ngren përgjegjësinë mbi njerëzit. Po pse kur jemi udhëtar,
A nuk do t'ishte në logjikën tonë, ta lejmë rrugën këtë muaj, se nuk do t'i marrësh punë këtë muaj. Jo, sepse vetë Islami, vetë Kurani, vetë ibadetet të gjitha janë për jetë. Janë për të na ndihmuar të jetojmë. A nuk na ka mësuar dietarët që njeriu kur është udhëtar lejohet që të shmanget xhuman? As na ka mësuar dietarët që i lejohet dhe lehtësimi i namazeve të atij? Po si është e mundur, po një rrugë që merr ti të kësaj bote, gjithë feja nënshtrohet për ty? Sepse feja, agjërimi, të gjitha ibadetet vijnë për të na ndihmuar të jetojmë, jo për të kundërtën e kësaj. Vëllezër shtrenjtë, po ashtu dhe Kurani famlart. Në thelbin e vet, nëse s'na bën dobi sa jemi gjallë, nuk ka për të na bërë dobi edhe kur vdesim. Nëse dim ta lexojmë kur jemi gjallë dhe ta kuptojmë kur jemi gjallë, s'na ka për të na bërë ai dobi kur të na e lexojmë kur vdesim. A nuk thot Allahu xhaleshanu në Kur'anin famlart: O ju që keni besuar, kur të thirrni për ditën e xumë, leni shitblerën dhe hajdeni. A nuk është direkt mas xumas, fe idha qudiyatis salat, sa të mbaroj namazi, shpërndahuni në tokë. A nuk është në Kur'anin famlart, sa herë do ta gjeni fjalën besim, gjithmonë do ta gjeni të shoqëruar ila alladhina amanu wa amilu salihat. Gjithmonë do ta shoqëroni me veprim. Nuk do të gjeni asnjë ajet Kur'anit që thot ato që besuan dhe kaq. Ato që besuan dhe ndaluan. Në të gjitha fjalët ku përmendet fjala besim, gjithmonë shoqërohet me fjalën punë, vepër, lëvizje, gjallëni, jetë, sepse i tillë ka ardhur feja jon. Mund të kuptohet që agjërimi është një stepje, është një tërheqje. Në fakt, po të hulumtoni pak sirën e profetit ton sallallahu alaihi wasallam, do gjeni që ngjarjet më të mëdha i kanë ndodhur në Ramazan. Sfidat më serioze i kanë ndodhur në Ramazan. Betejat më jetike ai njeri ka kryer në Ramazan. Sepse agjërimi nuk është stepje nga jeta, është stepje nga ato gjëra që ta dëmtojnë jetën. Shfrenimi i pasioneve, shfrenimi i epshit, shfrenimi i mendimeve dhe shfrenimi i shpirtit. Këto ta dëmtojnë jetën. Prandaj Zoti i ka ndaluar në mënyrë që të zbukurohet jeta. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, nuk mund ta shmangë natyrën se si Zoti e ka vendosur të fejë që të marrë jetë. Jemi një popull që lexojmë një libër për një muaj. A i bëjnë hatë me Kuranit muslimanët besimtar? A i lexojnë të gjithë Kuranin, po çdo të thot një shoqëri që lexon një libër për një muaj? Shoqëria e lartë është kjo që e ka privilegjuar Zoti që të jetë populli i librit. Shoqëri me vlera do të ishte kjo, dhe sa ngjyra do të jepte jetës kjo shoqëri e cila do të lexojë një libër në muaj. Dhe një libër si Kurani famlart. Një fëmijë i cili dëgjon fjalët e Zotit, përpiqet të kuptojë fjalët e Zotit, ai do të udhëhiqet me tjera kuptime, do të udhëhiqet me tjera referenca, do të udhëhiqet me tjera botkuptime. Ai është populli i librit dhe kjo është shoqëria jonë, se një jetë nuk jetohet pa dituni. E dyta gjë, vëllezër të shtrenjtë, a ke vure sa jemi afruar, elhamdulillah. Ç'është kjo mrekulli që ka bërë Zoti që unë nga Shqipëria të vi këtu në Tetov, takoj besimtarët e mi që as nuk njohin, as nuk i njoh veç për veç. Sepse besim do thotë siguri. Dhe tjetri kur i thu vllai imi besimi do thotë vllai imi i sigurt. Vi me siguri, ulëm afër teje me siguri. Fala taravit pak më parë, të dy njerëzit që kisha në krah, asnjëri nuk i njoh. As nuk kisha frikë për xhepat e mi, as nuk kisha frikë për jetën time, as nuk kisha frikë për asgjë edhe pse i kisha më afër se askush tjetër. Kush mund ta bëjë këtë mrekulli përveç se besimit? Kush mund ma japë sigurinë e jetës më shumë se ta jep ky besimi jon që është thjesht musliman? Vëllezër të shtrenjtë, ky është agjërimi jon, është agjërimi i jetës, është agjërimi që na jep jetë dhe na jep siguri. Para se të vi, Muadh Efendiu më tha, hoq tha, ti tha e ke emrin Vladimir,
dhe tetovarëve tha u bën për shtypje. Me thonë drejtën është shumë e vërtet, unë e kam emrin Vladimir. Unë vin nga një familje përsekutuar e cila në kohën e monizmit emrat e familjeve të përsekutuara i vendoste shteti. Nuk lejonit t'ja vendosin familjarëve të vetë, për të treguar që ti e përsekutuar. Dhe unë kam lindur pa u prish sistemi, dhe kam vendos emrin të tjerët. Kur kam shkuar në Kairo, në vitin e parë studimeve të mia, shumica e studentëve edhe vëllezërit shqiptarët këtej më thonë Vladimir ndryshoj emrin. Dhe më thonë drejt në kisha mend ta ndryshoj. Në provimin e Kuranit në semestrin e parë, një profesor i verbër më thërret mendimsin e vet, Vladimir Kera thot viti ja provim. Kur i afrohem, më thot shumë e bukur kjo që Vladimir Putini thot mjap mu Korana, shumë interesant thë. I thash për Zotin, ndoshta është profesor, thash, po unë jam Vladimir tjetër. Tha shiko birim, tha, e njoh Shqipërinë dhe kam lexuar tha për të. E di shumë mirë që komunizmi ka nejt afërsisht 50 vjet. Do të kërkojnë tha ta ndryshojsh emrin, po të lutem tha mos e ndrysho. Me thonë drejtën, asnjë s'm kishte kërkuar këtë gjë. I thash, po pse mos e ndryshoj, thash profesor, çfarë ka? Tha mos e ndrysho, tha se emri jot tha dëshmon që komunizmi se mundi do të fen. Akoma tha një Vladimir vje bëhet hoxh, mëson për fenë e Zotit, kthehet besimtar, tha, Zoti është shumë më i fuqishëm, Islami është shumë më i fuqishëm, rrënjët e fesë janë shumë më të forta, sado mundohen sistemet se hedhin dot. Kështu që vëllezër të shtrenjtë, unë prandaj e mbaj këtë emër, ndoshta për që një dëshmi, të cilën sado do të mundohen historitë, idejet, rrymat e ndryshme, Islamin nuk e mposhtin dot sepse është i natyrshëm, është i Zotit, është i zemrës, është i njerëzve dhe është i jetës. Zoti ju bekoft, agjërim mbar, ju uroj nënave të nderuara 8 marsin, qof bekim për gjithë ju, për familjet e juaja, u bëfsh edukatore për shtëpiat tuaja. Ju uroj zotrive që më dëgjuar mirësi, të nderuar xhallar, faleminderit që dëgjuat, i nderuar mufti, bekime mirësi të keni. Selam aleikum rahmetullahi wa barakatuh. Për këshillat e vyera dhe për këtë këndvështrim domethënës që duhet të kemi parasysh në lidhje me impaktin e agjërimit dhe Ramazanit në jetën tonë, falenderojmë teologun Vladimir Kera, Allahu e shpërbleft me të mirat e tij. Për t'i dhënë një johon më ndryshe këtij programi, ftoj për të performuar me ilahi Venhar Osmanin së bashku me imamin Migdad Ahmed. La ilahe illa
dashuruar në ty o i dërguar, Zotin ma mundeso që ta shoh të dërguar, Zotin ma mundeso që ta shoh të dërguar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayka Ahmed, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayka Ahmed. Canı dilden aşık oldum Muhammed'e, Muhammed'e. Canı dilden aşık oldum Muhammed'e, Muhammed'e. Mevlam layık eyle bizi Muhammed'e, Muhammed'e. Mevlam layık eyle bizi Muhammed'e, Muhammed'e. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmed, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmed. Ai që është i ndriçuar, zemra i digjet pa pushuar. Ai që është i ndriçuar, zemra i digjet pa pushuar. Gjithmonë atë përkujtojmë, salavat gjithmonë i qojmë. Gjithmonë atë përkujtojmë, salavat gjithmonë i qojmë. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmed, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmed. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Kush të ka kriju e t'ka prun dynja, kush ka ba me ni e t'ka ba me pa. Kush të ka kriju e t'ka prun dynja, kush t'ka ba me ni e t'ka ba me pa. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Ömrün bitirmiş viraneyim, aklın yitirmiş divanemiyim. Nedir bu halim, artar melalim, söyle azalim, biganemiyim. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Madad ya Erhamer Rahimin. Allahu Allah, Allahu Allah. Semadan sırrı tevhidi duyan gelsin bu meydana. Allahu Allah, Allahu Allah. Derun içre bugün başını Allah diyen gelsin bu meydana. Saladır ehli irfane,
Allahu Allah, Allahu Allah. Kabulün Halik birdir. Allahu Allah. İçin varisi kafirdir. Bu ne hikmet, bu ne sırdır. Duyan gelsin bu meydana. Aman ya Kerim Allah. Cihan envar ile doldu. Gönül maksudunu buldu. Medet ya İlahel alemin. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Erdhëm edhe në fund të programit, duke falenderuar mysafirët, të pranishmit dhe organizatorët e programit, agjërim dhe adhurime të pranuara te Allahu i Lartëmadhëruar, deri në tribunat të ngjashme, qofshin në mbrojtjen e Allahut fuqiplot. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.